Mister në Itali, trupi një shqiptar i gjendet i karbonizuar në makinë, faktet që ngren dyshime për krim. Trupi një 45 vjeçari shqiptar në Itali është gjetur i pajetë dhe pothuajse i karbonizuar brenda mjetit me të cilin udhëtonte kur doli nga rruga në rrethana dhe shkaqen dhe të panjohura që e kanë veshur skenën e ngjarjes me mister. Mediat për te Adriatikut raportojnë se punëtori shqiptar i një magazine, babai 3 fëmijëve, emri të cilit ende nuk është publikuar, po kthehej nga puna në punishte drejt shtëpisë në fshat në Legoli të Pontederas, ku jetonte bashkë me gruan dhe fëmijët, por çuditërisht në një parking aty afër paraktesës në rrugën e shtëpisë, mjeti u pa teksa ra në prua, nxori tym dhe u përfshi nga zjarri i fuqishëm. Për një natë, pasi zjarfiksit zbuluan trupin e karbonizuar të një buri brenda një Fordi Fiesta me ngjyrë të errët të shkatëruar nga flakët dhe të shtyrë në një prua në kodrat jashtë fshatit Legoli me bimësi të dendur, tashmë ka edhe një identifikim nga të njohur dhe të afërm të viktimës. Mëngjesin e sotëm karabinierët thanë se viktima është një punëtor shqiptar i paskeduar, por do të priten edhe analizat e ADN-s. Përveç zjarfiksve, karabinierët nga kompanit San Miniato dhe Pecioli, si dhe njësia hetimore provinciale, gjithashtu ju përgjigjen vendit të ngjarjes. Inspektimi përjashtoi mundësinë e vdekjes së dhunshme dhe dokumenta tani do t'i dërgohen prokurorisë, por dyshimet qëndrojnë të forta pas dëshmive të mbledhura. Prokurori që merret me çështjen është doktor Fabio Pelosi. Deri në mes të mëngjesit, disa të njohur viktimës, emrat e cilëve nuk janë bërë të ditur, mbërritën përgjatë rrugës që të çonte në Legoli vendi i tragjedisë. 45 vjeçari shqiptar, banor në Pontedera, ishte babai 3 fëmijëve. Ai u largua nga shtëpia mbrëmjen para se të gjendej pa jetë, pasi kishte punuar në një magazin. Ai duhet të nisej drejt Alta Valdera, ku familja ka një shtëpi në fshat, ku gruaja e tij nuk e pa të kthehej. Ai u përpoq ta telefononte në telefon, i cili kishte heshtur. Kjo shkaktoi pyetjet e para, ankthin dhe frikën se diçka serioze mund t'i kishte ndodhur babait të fëmijëve, ankth që u shndrua në pikëllim dhe dëshpërim. Hetimet janë duke u zhvilluar për viktimën për të përcaktuar nëse ai kishte probleme financiare apo personale, ose nëse mund të ketë takuar dikë në atë parking të vogël në Legoli. Nuk jemi të sigurt, thot një afërm që mbërriti në vendin e tragjedisë, por gjithçka të çon tek ai. Ai la pas 3 fëmijë të vegjël, është një dhimbje e madhe për të gjithë. Doja të kuptoja se si ndodhen gjërat. Dëshmitarët ngren dyshime. Banorët vendas ngritën alarmin mbrëmjen tjetër kur shpërtheu zjarri në shkure, pam tym dhe pastaj makinën. Askush fillimisht nuk e imagjinoi se kishte një burr brenda. Fordi doli nga rruga provinciale dhe hyri në një rrugë rurale, aktualisht e njohur për gjuetarët e Tartufit. Pas disa metrash, ka një vend parkimi dhe prej andej makina përfundoi në prua, duke rënë disa dhjetra metra përpara se përfshihej plotësisht nga flakët. Një i ri u tha karabinierëve dhe zjarfiksve se pa Ford Fiestan duke u kthyer mbrapsh në vend parkim midis orës 5:30 dhe 6 pasdite. Ai mendoi se shoferi po kthehej mbrapsh dhe pastaj po kthehej drejt rrugës provinciale. Në vend të kësaj, rreth orës 7:30 pasdite, banorët pan flakët dhe njoftuan zjarfiksit. Ka shumë tym, të paktën fillimisht, në lidhje me rrethanat e tragjedisë. Është e vështirë të besohet se Fiesta doli nga rruga për shkak të një aksidenti. Prandaj lindin pyetjet rreth shkakut të tragjedisë, informojnë media italiane. Fillimisht disa menduan se ishte një makinë që kishte marrë flak, por pasi kishte qenë parkuar në parking për muaj të tërë. Ajo makinë u tërhoq disa muaj më parë, konfirmoi një gjuetar Tartufi i cili erdhi në Legoli për të eksploruar pyllin dhe pastaj u kthye prapa. Për të mësuar për vdekjen e babait, administrata komunale Pontederes ndërmori hapa për të mbështetur familjen. Shprehim ngushëllimet tona më të thella dhe të sinqerta për familjen dhe të afërmit, tha këshilltarja e çështjeve sociale Karla Kokilova.